Një person është gjetur i vrarë me armë zjarri mëngjesin e kësaj të hënën në Elbasan. Sipas policisë, viktima identifikuar si Sajmir Beqiri u gjet pa jetë në oborin e një lokali në fshatin Katundiri në aksin rrugor Elbasan Metallurgji. Uniformat blu bëjnë me dije se 40 vjeçari ishte e njohur si person me precedent penal. Nga hetimet paraprake, autorët dyshojnë se kanë qenë 2 persona me paruke, të cilët lëviznin me një mjet tip Benz Elegance. Për ngjarjen policia ka shoqëruar deri tani 15 persona. Sajmir Beqiri ishte babai 3 fëmijëve dhe merre me tregti ushqimore, përveç se zotronte dhe një pikë karburanti. Historia e familjes së tij na kthe në vitin 2012, kur u ekzekutua nga 2 persona me silenciator, vllai i tij Gentian Beqiri teksa ishte në arrest shtëpie, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Sokol Çapja në vitin 2005. Nga tronditja edhe jatin e Zil Beqiri, i cili ndodhej në banesë, pësoi infrakt dhe ndroi jetë. Shteti në atë kohë shpenzoi rreth 150 milion lekë për ruajtjen e Gentian Beqirit, por me sa duket ekzekutorët arritën të gjejnë skemën perfekte për të kryer krimin, duke vrarë atë. Policia ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht se vrasja e Sajmir Beqirit ka lidhje me ndonjë hakmarrje të mundshme.